Nderuar, ne do flasim dhe për aktivitetin tënd personal dhe në luftë, po duhet të trajtojmë të çështjen më të rëndësishme që kemi aktualisht. 4 drejtues të lartë të UÇK-s dhe kemi zotin Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi dhe Recep Selimi, ndodhen në gjykatën e Hagës një proces absurd. Ne edhe në një bisedë kur po përgatisim këtë emision, thashë Nurembergu dërgoi ose hapi një proces për 12, pastaj më pak u dënuan për ata nazistë që kishin mbi supe 50 milion të vrarë. Tani UÇK-ja e bëri atë luftë për të mbrojtur popullin e vet, nuk sulmoi kënd. Absolut. Tani, çfarë është ky proces dhe si janë gjasa tani? Si keni ju informacion se besoj muaj nëntor do të jetë përmbyllja e gjykimit? Kete drejt nëntor bën fiks 5 vite kur janë kindapur, ne e themi si qendrim zyrtar kur janë kindapur edhe pse ata janë dorëzuar vullnetarisht. Dhe sikur që në procesin e kaluam të Hagës kur është gjykuar zoti Aradina, i zoti Lima, i Hajredin Balaj, të gjithë janë vetë dorëzuar. Hashim Thaçi e dini shumë mirë pas shpalljes të aktakuzës, e lëshoi postin dhe automatikisht u dorëzu, do të thotë i tha jam i gatshëm të shkoj në Hagë. Procesi i Hagës, ashtu siç e thoni ju zoti Qafoku, është po tash shqojmë nga Zanafilla, ajo gjithë e dim se s'dojmë hinë histori të marrim minutat e emisionit që o themelus sipas raportit Dick Martin që u votua në Këshillin e Evropës, në Asamblenë Parlamentare të Këshillit të Evropës. Po. Dhe pse ishin, se tani është një narrativ që thuhet po këta e themeluan. Në bazë të atij raporti, çdo drejtues shtetëror i Kosovës do të insistonte ta themelonte, sepse ishte trafikim organesh. Edhe që t'i heqet një re e zezë Kosovës. Po, t'i heqet një njollë që pa të drejtë. Po, pas ngritjes të aktakuzës, ju e dini shumë mirë që për 5 vite 3 herë është ndryshuar aktakuza. Edhe asnjë germ nuk është në aktakuzën e 4 liderëve kryesor të UÇK-s. Asgjë mbi trafikimin e organeve, transplantin e organeve në shtëpia e Verdhën, Kamati andej territorin e Shqipërisë. Edhe janë gjitha me dëshmi false. Duhet ta them vetëm një rast. Po? Koha kur filloi të deldin masivisht pas krijimit të gjykatës speciale në 2015, ngushtë 2015, ishte një periudhë ku shqiptarët e Kosovës pelshojnë Kosovën. Kemi burime zyrtare nga Shtetet Bashkuara të Amerikës që thotë ishte një proces kamuflazhi që shqiptarët të paguar, dëshmitarët e paguar me lek, që mos thonë, po del tash në Evropë si dëshmitar i mbrojtur, fillun që dalin masovikisht që në kuadër të atij eksodi masiv që delnin, të mshefin edhe dëshmitarë. Zoti Land... Se ka pasur shqiptar të paguar? Absolut. Shqiptar të paguar? Absolut. Çfarë janë këta? Janë shqiptar? Shqipfolës në një formë. Se për ta vërtetuar këtë, se na mund të themi tani fjalën në ajër, po për ta vërtetuar këtë kur rastin e Nasim Haradinaj dhe Hysni Gucatit, e dini gjithë kryetari dhe nën kryetari i OVL-s, që u arrestuan për hir dokumentacionit që rrodhi nga gjykata prokuroria speciale. Në atë dokumentacion kishte me 10 e qindra emra shqiptarëve. Që kanë shku dhe kanë ep dëshmi. Dakord, ne jemi për zbulimin e krimeve, absolut. Drejtësia duhet punoj, s'jemi kundër drejtësisë. Po dëshmite... Ata janë paguar? Tani do ta tregoj ku i kanë ep dëshmin. Shqiptari ka shku dhe ka ep dëshmin Nish. Shqiptari ka shku dhe ka ep dëshmi në Beograd. Edhe në Beograd? Edhe në Beograd. Do të thotë... Sa është numri këtyre? Supozohet që janë mbi 300-400. 300-400? Jo, dëshmitar ka shumë që kanë shku, po atyre që jo kanë marrë paka shumë që i kanë vundosur. Po çfarë përfaqësojnë këta zoti Uski? Asgjë. Ata përfaqësojnë, thotë, ne kemi qenë me forcat serbe, ne nuk kemi qenë për luftën çlirimtare, na vetëm pse nuk e kemi përkrahur luftën çlirimtare na kanë maltretuar. Ne kemi desh të jetojmë me serbet, na kanë rrafur, dëgjona kote, po ku jep dëshmia? O jep dëshmia në Beograd.
Nasim Haradinaj e thot sa ata janë gjykuar, dini shumë mirë, edhe Hysniu kryetari, edhe nën kryetari, Hysni Kucati dhe Nasim Haradinaj, në procese që ka gjyku në Hagë, dokumentacionin që o marë në zyret, që është sjellur në zyret e AVL-s në Prishtinë, ka raste ku gjatë lufte është zënë një shqiptar civil, edhe absolut arsyetoj në një formë, zina unë në gjatë lufte si qytetar civil, jo si ushtar, edhe të thëmë, nga dhune, nga tortura, thëmë, po, komandant Roland Qafoku e ka bërket, okej, po, çka më shtyri mua tani të shkoj edhe në Serbi, pas lufte dhe ta mbroja deklarat. E kuptova. Se çdo deklarat që o jep në Kosovë, gjatë lufte, arsyetohet një formë. Te shqiptar? Shqiptar. Po për çfarë e bëjnë? Për inate personale, për inate politike, për... Inate personale? Po, inate personale. Tani i ndrit shpirti Gjergj Fishës kur tha bashkë me Faik Konicën, që kanë dy thënie më të mëdha që armiku më i madh i shqiptarëve është shqiptari. E vërtet. Dhe ajo tjetra që nuk i bëjnë dot shqiptarët bashkë në një thes. Sa një grush pleshta. Është më lehtë në një thes me pleshta, sepse kjo është një çështje kombëtare, kjo është një çështje që s'ka arsye për ta bërë, sepse s'ka ekzistuar kështu, por që ta kthesh këtë përbyrës dhe të dëmtosh atë epopë të ushtrisë qytetare të Kosovës, nuk e di, nuk mund ta... Kemi raste konkrete, për shembull. Ish shërbëes të UDB-s apo shërbimit sekret, se i kanë ndryshuar emrat ata disa herë, shërbimi i sigurimit shtetëror, shërbimi i UDB-s. Si quhet tani? Duket quhet BIA, mos gaboj. Tani është BIA, akoma. Tani është BIA. Atëherë ka qenë UDB-ja. Nuk ka qenë lehtë për disa familje që kanë qenë të mishruar me sistemin, që një komandant tani ta sjell lirin, ta vën rregullin, tjetë dikushi në ta, edhe ai ka përdor çdo gjë, ka përdor fëmijën, ka përdor gruan. Gjitha kjo është një operacion, pa themi sekret, i shërbimit sekret serb. Edhe ka bërë për vete këta shqiptarët. Kjo shumë e rëndë është kjo. Okej. Mbi 60.000 faqe është zyrtare në linkun e gjykatës speciale në Hagë. Mbi 63.000-4.000 faqe janë të marrë nga shërbimi sekret serb, është publik, do të thotë është informacion publik. E tash paramendon bazë shkafit gjykohen liderët